frika si kontekst, do më thonë, gjithashtu edhe shpresa, to janë dy kontekste që në aspektin fetar islam nuk duhet që të jenë të ndarës njëra prej tjetrës. Frikë në islam nuk kuptojmë një trishtim, nuk kuptojmë diçka dëshpërim, po frikë që t'i afrohemi Allahut Azza wa Jall. Nuk janë si këto frika tjera që kur të friksohet prej diçka me ik prej dikujt, po frika në islam është me ik te Allahu. Do më thonë, frikë që na afron te Allahu subhanahu wa ta'ala. E që për çfarë mu friksu? Prej asaj që ka Allahu dhul Gjelal e ka bo haram, e ka ndalu, mu largu prej saj dhe mu afru Allahut Azza wa Jall me atë çfarë na ka urdhëruar neve. Kurse te shpresa është gjëja e cila çdo njeri e ka atë shpresën, e ka atë ndjenjen se përderisa neve kemi frikë Allahun Azza wa Jall edhe po mundohemi me qenë afër Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu subhanahu wa taala kemi shpresën që Allahu do të na jap shpërblimin, do të na afroj atë çfarë e kërkojmë prej tij, ndihmën e kështu me radhë. Pra si term, si koncept të frikës edhe të shpresës është që duhet të jenë, do me thonë, paralel patjetër. Ibn Qayimi e thot këto me një shembull shumë interesant dhe merr shembull zogun, shpendin. Thot shpendi e ka kokën edhe i ka dy krahët. Koka, do me thonë, aludon dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall, se koka do drejton, të menduarit drejton ka Allahu subhanahu wa taala, kurse krahët njëri është frika, tjetri thot është shpresa. Nëse nuk e ka kokën, shpendi i ngordh. Po në qoftë se nuk e ka ndonjërin prej krahëve, nuk mundet me fluturu. Do më thonë, koka, dashuria për me shku te Allahu Azza wa Jall, nuk duhet me qenë vetëm me njërin krah, po duhet me qenë me të dy krahët, edhe mi u afro Allahut subhanahu wa taala, që me urujt nga të këqijat dhe me pas shpresë që Allahu do të na jap shpërblimin.